Edi Rama u shpreh sigurt se kontrata e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej $6 milion e Partisë Demokratike ka ende të pathëna të mëdha për të zbuluar. Mirë, po ne s'kishim pa gjë akoma. Në gjuhë 6 milion. Edhe pastaj thot, aq bëjnë, po nuk janë të mijat. Janë ca patriotë që nuk i njoh, po ju ka lënë zemër të luftojnë për Shqipërinë, të hudhin 6 milion, por garant dun Partinë Demokratike. Kjo është një dardhë që ka i bisht shumë të gjatë që do të dalim mbrapa, jam i sigurt për këtë. Në takimet në Burrel dhe Peshkopi, Rama kërkon nga Dibranët të derdhen lumë drejt kutive të votimit në 11 maj në mënyrë që vendimet e rëndësishme për integrimin të mos mbahen peng në parlament nga partitë opozitare. Tani nga janë kemi një kënet dhe një buf kënete, një njeri i lodhur i raskapitur që harron kryefjalën që ka vënë dhe pastaj del me kallëzues me një temë tjetër dhe që nuk lë gjë pa thënë për vendin e vet, dhe këta të tjerët, e njëjta farë që polli ndjes pas LSI-n. Me akuzat e përsëritura ndaj mediave që nuk publikojnë sipas tij të dhënat e rritjes ekonomike në vend, Rama ka vendosur që këto ditë të mbetura të fushatës të prezantojë një nga një çdo investim dhe projekt për çdo sektor. Një nga programet ku ndalet gjatë është ai për mbrojtjen sociale. Me buxhetin e 2026-ës do të bëjmë dyvishimin e masës së mbështetjes financiare. Rama ul gjumë Dibranët kur i këndonin këngën e Aredin Pashës dhe tha se në këtë qark ka investuar në 12 vjet 643 milion euro. Aredin Pashën që ka qeto bela, aja